Në SBA mbajnë protesta kundër politikave të Trumpit. 10 mijëra persona kanë protestuar në qytetet e mëdha të Shteteve të Bashkuara të shtunë, siç kanë thënë politika përqarëse e presidentit Donald Trump. Protestat e 5 prillit ishin demonstratat më të mëdha që kur Trump u rikthye në shtëpinë e bardhë në janar. Kundërshtarët politik të presidentit amerikan, nga shkurtimet e stafit në qeveri deri tek tarifat tregtare dhe kufizimit të drejtave civile, kanë protestuar në Washington, New York, Houston, Florida, Colorado, Los Angeles dhe në qytete të tjera. Jam shumë e zemëruar gjatë gjithë kohës. Një grup i personat privilegjuar janë duke kontrolluar shtetin tonë. Situata nuk është e mirë, tha një piktore nga New York, Shayna Kessner, e cila protestonte në Manhattan. Në Washington, mijëra protestues, shumica që kishin shkuar nga pjesë të tjera të Shtetit të Bashkuara, protestuan kundër politikave të Trumpit. Kemi afër 100 persona që edhe me autobus dhe furgon nga New Hampshire për të protestuar kundër kësaj administrate që po bën që të humbas aleat në mbar botën, po shkakton shkatërrim për njerëzit në SBA, tha protestuesja Diane Colifar. Ata po shkatërrojnë vendin tonë. Protesta u mbajt në Los Angeles, ku kishte edhe pankarta me mesazhe kundër politikave të presidentit Trump për sa i përket abortit. Në Denver, Colorado, një grup i madh personash protestuan dhe mbajtën pankarta me mbishkrimin Shtetet e Bashkuara nuk i duhet një mbret. Dubime kundër Trumpit u mbajtën edhe në disa kryeqytete evropiane, ku protestuesit shprehen kundërshtimin e tyre me politikat tregtare të presidentit amerikan. Është një çmenduri ekonomike, ai po na shtyn drejt një recensioni global. Në Berlin, pensionistja Susan Festa se Trumpi ka krijuar një krizë kushtetuese. Në SBA, koalicioni grupe me prijet majtës, kurse Move On the Women March tha se ka organizuar ngjarje të tilla me titullin duar të larg nga mbi 1000 qytete. Shumica demokratë janë pakënaqur që partia e tyre që është në opozitë në 2 dhomat e Kongresit është e pafuqishme të kundërvijë veprimeve të Trumpit. Protestat e 5 prillit gjithsesi ishin paqësore pavarësisht kundërshtimeve në mbar botën për tarifat e vendosura nga Trump më herët gjatë javës ndaj importeve nga shumë vende të botës. Zemërimi të shumë të amerikanëve, shtëpia e bardhë ka shpërfillur protestat. Politikat e mia nuk do ndryshojnë kurrë, tha Trump të premten.